Rikthehemi sërish në studio në bisedë, flasim sot për Mimoza Ahmetin si mentore e publikut në Ferma VIP 3, e cila është komentuar jashtëzakonisht dhe ka patur një mbështetje të jashtëzakonshme edhe nga shumë personazhe të showbizit shqiptar. Ajo aty brenda ka performuar, ka kënduar këngë të disa artistëve si Dafina Zeqiri, Tajna dhe këngë nga grupi Energy Band. Kemi patur reagimin e secilit prej tyre. Tajna për shembull do donte që kur të rritej të bëhej si Mimoza Ahmeti. Ne do të kemi në lidhje online Besnik Qakën, të cilin e përshëndes. Besnik, përshëndetje. Mirë se vjen në Living Day, kënaqësi të kemi këtë komunikim së bashku. E ke ndjekur ndopak Ferma VIP? Po, me rast kështu e kom ndjek. Sa personazhe ta kanë sjell, sa shumë ta kanë dërguar videon kur Mimoza Ahmeti të thoshte diçka për ty? Po, kjo ishte një video e fundit që ka qarkullu dhe në Kosovë, do më thonë njerëzit që ma kanë bo tag, ishte spari një miku imi që ma dërgoj videon, edhe fihina e pash edhe pak mu kesh me atë shprehje që me kishte qyt minush. Po ta shohim edhe një herë, e shohim bashkë? Ka don Ruza don para? Po më nuse në qafë kësaj. Atë këngëtare kam shumë që ka miushin e vogël, nuk e di si e kam që kam dhënë këto. Është i miushi i vogël, ai që bën o zot. E përshëndes miushi. Çfarë askar jam më gjë, kam shumë. Po se a di emri. Kam dhënë. Dhe pas këtij momenti, ke reaguar me njëherë përmes kësaj storie në Instagramin tënd. Me thonë drejtën, me pëlqen si personazh, është një tip shumë me një karakter të veçantë. Me sa unë e kom përcjell, do më thonë, gjatë kohës, edhe unë, do më thonë, reagova në mënyrë pozitive që thjesht tash t'ja bëj një përkrahje. Se i dëshiron fitoren. I dëshiroj fitore, sepse i duhet një format i tillë, do më thonë, një personazh i tillë siç është Mimoza. Më pëlqen shumë, unë i dëshiroj suksese, fitore, ashtu si që kom edhe përmend më herët. Gjithashtu edhe tjerë banorët që janë aty mbrenda, sepse pak a shumë njihna edhe me të tjerët aty që janë mbrenda, dhe më thonë të janë të gjithë mirë. I dëshiroj sukses dhe tjerëve, gjithëve. Por Mimoza mu duke pak më karakteristike. Çfarë të ka pëlqyer veçanërisht prej saj? Me thonë drejtën, është karakteri i saj, është mënyra se ç'është cilët, edhe ajo thjesht me karakterin e saj tregon që është një artiste e vërtet. Edhe më pëlqen shumë se si i bën debatet, pak a shumë tash mos ty ndoshta shumë thellë, sepse ndoshta s'kisha mujt edhe me fol sepse nuk e përcilli, do më thonë shumë, po me atë që unë e kam mujt me pa, më pëlqen. Kështu që i dëshiroj suksese. Çfarë impakti ka patur Ferma VIP në Kosovë, por veçanërisht edhe Mimoza Ahmeti? Po, patjetër, emisionet përcillen edhe jo vetëm në Kosovë, po kudo që ka shqiptar, sepse emisionet është ju përgëzoj, është një emision shumë i mirë, edhe ka sjell një frym të re, besoj. Po edhe Mimoza gjithashtu, veçanërisht, është bën ndoshta viral në rrjetet sociale, përposa asaj unë e kom pa në rrjetet sociale më herët kur ka dalë, që nga fillimi. Po edhe këtu në Kosovë është bën viral në rrjetet sociale, domethënë kom pa edhe njerëz që komentojnë për Mimozën. Për atë arsye, domethënë që ajo është veç atij karakteri i saj, sjellja dhe qysh ajo din me bo, që kalon përshtypje, kalon tek audienca, sidomos këtu në Kosovë. Ti vjen vetë nga bota e showbizit, edhe e njeh mirë, sepse është më tepër se një dekadë që je aktiv. Ti e di shumë mirë se si duhet të sillesh që të kesh fansa. Ku sfidoi Moza këtë botë? Po, pikrisht, unë mendoj që Mimoza ka sfidu artistët
do më thonë, nëse nuk merret, nëse kjo intervistë nuk merret, do më thonë, fjalia ime nuk merret ndonjë kohë tjetër, por thjesht ndoshta ka shërby diçka si le të themi si shkollë për shumë artista, se si duhet cilën, se si duhet jetë në raport me publikun, tek e fundit ajo është vetvetja, ajo cilët ashtu siç është, se kom pa disa intervista tjera para se me hynë ferma, ajo kam fillu do më thonë tash me dalë të intervistat si cilët ajo. Kjo e bën do më thonë karakteri saj, qysh është rritë, qysh është edukua, ajo edukata familjare, do më thonë, ajo ka shumë të bëj të janisë, do më thonë, është baza, do më thonë, edukatës, kështu që unë mendoj që ajo është kretë ndoshta edhe një e mirë e këtij formati që kanë ftu, do më thonë, kësi lloj njerëzish në këtë format edhe besoj që është shumë pozitive edhe ti dëshiron sukseset, ashtu siç edhe ke shkruar. Faleminderit shumë Besnik, herën tjetër të mirëpres këtu në studio. Ishte shumë kënaqësi. Na solli një moment shumë të bukur, edhe moza nga brenda fermës, por edhe ti me reagimin tënd. Faleminderit. Edhe ne të dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit. Ciao. Shumë kënaqësi. Pra thonë që moza është e vërtet, edhe i dha një mësim showbizit, po ka personazhe të tjerë të cilët janë të vërtet. Ndryshimi i mozës është se moza është shumë e pasur. Është tani i vërtet mund të jetë dhe shitsi i lagjit, sa që është e bukë. Kupton atë madh gjën e vet. Pa kaj çat japi diçka që ti ke nevojë ta marrësh. Pra ti do pa ngrën hakun shitsit të lagjës, po do doje trije, do kush është një personazh me cilin do doje trije. Kjo është diferenca që bën njeriu. Dhe televizioni ka kohë që nuk e ofron këtë Shqipërisë. Pra nuk ka personazhe me cilat potencial, si vjen moza me të gjithë potencialin e vet intelektual. Dhe ka shumë rëndësi të theksohet që në mungesë të ofertës, se kjo oferta themi troç kërkon para. Pra që ti të ofrosh gjëra të mira, do thotë të paguash dhe staf. Pra stafi ti të paguar mirë, që të prodhojë një gjë të mirë, por ti të paguash dhe njerëzit që të vinë. Pra ti nuk mund, siç pretendon televizioni shqiptar, që të bëj programe pa paguar asnjë. Dhe prandaj vinë vetëm ata që duan të promovojnë diçka që shpesh është një gjë që nuk është e pashitshme. Pra televizioni është mbushur me produkte që në fakt realisht janë të pangrëndshme. Dhe kanë ikur nga kjo misioni kryesor që është të jap diçka më të mirë. Pra ti të shohësh dikë që vërtet do ta kesh shok dhe shoqë, do duhet ishte tavolinë me atë njerëz. Dhe të ofron në mungesë të kësaj, të ofron diçka agresive dhe konfliktin. Pra në pamundësi me t'joshur, që të t'josh në këtë formë televizioni, ofron konflikt. Dhe ti ke konfliktin deri dhe në talent show, reality show, po që është gjitha thelbi është konflikti. Kur një reality show, du t'ishte diçka komplet tjetër. Du t'ishte një vend ku t'ishe personazhe të vërtet, në të përditshmën e tyre, se si kaloj disa sfida gati, nuk mund shohësh njerëz që ditë që orën e parë që futen brenda reality show, fillojnë sherrin, se më more karrigen, ku ja preke. Bëjnë strategji. Pra, gjithë kjo është sepse neve i kemi vënë gjithë paratë e bastit tek dhuna dhe agresiviteti, të cilat vjen një moment që bëhen kaq të lodhshme, ti ushqer sepse njerëzit duan të shohin diçka, nuk kanë asnjë lloj oferte. Kanë vetëm talk show, edhe talk show-t e darkës, janë gjitha pra janë konflikt dhe është e njëjta gjë. Pra, dhe sheh njerëz që mas janë konfliktuar për të bërë atë lojën, atë fasadën edhe në talk show politike, shkojnë dhe pini kafe më mbrapa si zotëri dhe kënaqen me muhabet dhe me thasha theme. Opozitar për vlezër. Po, këta njerëzit tani vinë bëjnë lojën e konfliktit, marrin klikime dhe ikin në shtëpitë vetra atë të qetë. Dhe publikut nuk i është ofruar asnjë gjë. Dhe prandaj kur ndodh një gjë që nuk është rregulli në Shqipëri, po them vjen një njerëz që është i vërtet dhe me botë, po dhe pa fasad, që është vërtet ashtu siç është, po që ka dhe gjë për thënë, se njerëz vërtet, po që s'kan asgjë, ka rreth nesh, edhe në televizion ka njerëz të vërtet, po që nuk kanë asgjë për thënë. Janë të vërtet mediokër. Dhe ky është problemi i madh i televizionit shqiptar. Është profili i dietarit klasik ky i mozës. Është profili dietarit klasik ky i mozës. Më falë, nëse më pyete mua, që mos duket sikur po monopolizoj bisedën. Nuk është dietare klasik, moza është një artiste
klasike. I referohesh ai asaj që ajo ka treguar, pra kujdeset për një person të sëmurë që nuk ka para. Për qenë sinqert, mua për mozën më flasin, më tregojnë. Pra e kam të pa mundur të ndjek. E kuptoj. Pra, por marrë përshtypje. Por unë mozën e njoh për shkak të punës prej vitesh. Dhe moza kështu ka qenë tu para 20 vjetësh. Moza ka qenë e ftuar në disa programe ku unë kam qenë skenarist ose autor. Dhe më shdal shur të ulem për të bërë bisedën para-praket pak të 10 herë me mozën. Shto dhe një 10 herë ulje për rrethana jo të punës, rrethanore, pra mund e mulur 20 herë, nuk është, po më duket veta shumë vulgar me këtë që po them fakt. Që po numëroj herët që jam ulur me dikën kafe. Po, nëse ke mundësi ta prisni këtë gjën. Absolutisht jo. Për të kursyer publikut vulgaritetin tim. Absolutisht jo. Desha të them që ajo është gjithmonë e njëjta. Është gjithmonë e njëjta. Pra ke kënaqësi të rish me të për mënyrën se si flet për gjithë që thot, sepse është artiste vërtet. Pra ajo jeton si artiste. Nuk sforcohet për të qenë artiste. Një gjë tjetër që ne e kemi humbur, por që të ndodhi kjo, duhet që tek arti të investohet në një formë tjetër. Pra arti të mos përdoret për qenë fasadë e pushtetit, apo për të bërë, ku di unë, pra nuk mos rritet në oborrin e pushtetit. Dhe për fat keq ka shumë pak artistë që janë të lirë në këtë aspekt. Që nuk kanë bërë ato kompromiset për të cilat edhe ti ke folur. Nuk flas më unë, e mbylla. Në ato 20 takimet që thash. Po e konkretizoj me kohën kur isha e re dhe idhulli im përderisa doja shumë letërsinë, lexoja shumë dhe shkruaja poezi, ka qenë Ervina Hatibi dhe më pas me Moza Ahmeti. Ervina Hatibi është një natyrë krejt tjetër. Ervini nuk e sheh, nuk është në këtë aspekt komunikimi. Është shumë të tepër filozof dhe në intervistat që jep, ka një poezi të mrekullueshme, janë të dy të ndryshëm, nuk po them kush është më i mirë se sa tjetri. Ndërsa Moza që në herët e para që shfaqur, në ato momentet e para që ti e ke perceptuar në publik, ndoshta jo kaq të bisedosh kaq shumë sa ka biseduar Coloretto, ti jep këtë pjesën e një artiste komplete, në të kompletuar, domethënë në disa anë edhe në mënyrën e jetesës së saj. Domethënë me Ervinin lexon poezinë dhe poeti është i padukshëm. Me Mozën lexon poezinë dhe poeti është aty dhe të plotson dhe me biseda, me takime, me një batut, pastaj me këto gjithë situatat që ndodhin këtu në ferm. Nuk e di, kështu më erdhi mua, nuk e di, ndoshta jam unë gabim në këtë pjesë, por nuk mund ta quaj dietare, por do të rria shumë mirë me përcaktimin që i tha Coloretto, që është artista. Do të thënë, ka diçka më shumë se sa poetët që zakonisht i quajmë poet të mbyllur, të tërhequr në mendimet e tyre. Nuk bën asnjë kompromis për lirinë e saj, lirinë e fjalës, lirinë e të menduarit, lirinë e të vepruarit. Në këtë këndvështrim e kisha, mund ta quajmë atë profilin e një artisteje klasike apo dietari klasik, që praktikisht ndrojnë jetë të varfër. Artistët që pëlqej unë janë paka shumë, besoj, paka shumë të njëjtit profil. Të njëjtin profil si Moza Ahmeti. Shqiptarës e të huaj, përfshirë edhe Hatibin. Dhe artisti unë besoj që ka një lloj... Cilindër të tjera ka shkruar edhe tekstet e Rit Folk, po? Po, një pjesë. Një pjesë. Ato këngët që vazhdojmë i këndojmë edhe sot. Artisti besoj është edhe pak profet për vetë gjën që bën. Po. Dhe një lajm i mirë, sepse kishe shtruar dhe pyetjen a do të shiten më shumë librat e Moza Ahmetit, u interesova në librari dhe librat e saj po shiten më shumë. Kjo është gjë e bukur që mund të ndodhë. Ndërkohë që realiteti është ky, që në qoftë se ti boton një libër me poezi, edhe kur ta çon shtëpia botuese, librari thotë të lutem poezit nuk shiten mos e sill fare, nuk e marrin se nuk kanë vend. Kështu që nëse kalojmë nga librat e Mozës, pastaj kalojmë dhe të kujtohemi që ekziston dhe poezia, do të ishte akoma dhe më mirë. Kjo është një revolucion, pastaj. Jo ka ndodhur. Jo, është një revolucion nëse shiten librat me poezi. Po shiten. Dhe pastaj vazhdojmë dhe tek poetët e tjerë, domethënë që Moza ndryshoi gjithë publikun. E uroj shumë të kështu ta ketë këtë efekt. Mendoni se fenomeni Moza do të zgjas edhe shumë, është minuta e fundit. Që do donim, patjetër që do donim, po si e shihni? Për te këtij show specifik, unë nuk besoj që Shqipëria ka kushtet e duhura për
për të pasur e para për t'i ndërtuar dhe për t'i lënë të rriten, që të piqen sa moza dhe të na japin frytet, pra nuk i kemi kushtet. Edhe kur i kemi këto farat tona ikin dhe mbin diku jashtë shtetit. Nuk qelin mimozat në Shqipëri. Artistët më të mirë i kemi jashtë, për shumë, po qosh, ku di unë, 6 muaj para nuk gjeja do të bilet për ku di unë, Ermonela Jaun, për shumë. Jashtë shtetit. Pra njerëzit më të mirë tanët janë, po zhvillohen jashtë, po qelin jashtë. Artistët, them. Për ta po flasim. Televizion gjithashtu nuk shoqë televizionit të ketë një përmirësim, në shonë në degradim të vazhdueshëm. Megjithatë ajo vendos një standard. Domethënë sido që t'jetë puna më pas, do jehoj disi, domethënë edhe do po se sa do të zgjasë, më mbrapa do krahasohen me të, është e sigurt. Unë mendoj që artisti është pak individualist në sensin që rritet në një mjedis familjar, trashëgon një mënyrë jetese, një edukat, një kultur, një mënyrë të konceptuarit të jetës, dhe bashkë me personalitetin që ka, krijohet e gjithë jeta e tij. Kështu që unë nuk do të doja të rija as tek optimizmi i lartë, as tek pesimizmi i lartë, nuk doja të rija në pole. Të takon fjala e fundit, e mesmja e ardhur. S'jam e mesmja e ardhur, por do të rija në këtë që edhe vende të varfra, edhe vende të vështira, dhe situata të vështira, shoqëri të lodhura, le të themi, mund të prodhojë një artist, sepse në fund të fundit moza është këtu mes nesh, përse ka ikur Gjukundi jashtë. Këtu është. Këtu rrit, në atë periudhë është këtu, por kam përshtypjen që është pak edhe individi dhe mjedisi në të cilin rritet. Ka pak pjesë individualizmi, është shumë të fortë shoqëria, po sa të shanon familja ose mënyra, se nuk dua t'i përsëris. Kjo është e gjitha. E orienton edhe njëherë bisedën që ta nisim nga e para, por ky ishte minutazhi që ne kishim në dispozicion, qëllimi nuk ishte në asnjë mënyrë që ne të mbajmë anë të një fermeri apo të një tjetri. Megjithatë, Mimoza Ahmeti është kthyer në një fenomen që po komentohet kudo dhe ne donin të jepnim këtë hapësirë sot, pikërisht për të kuptuar se pse shqiptarët e pëlqyen menjëherë intelektualin, siç nuk ka ndodhur të paktën këto dekadat e fundit. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Ju mirëpres sërish për të tjera tema. Publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e tretë.